Shqiptarët do të thoshim se kjo periudhë është mjaft e mirë, një periudhë që nga tani deri nga viti i ri dhe disa ditë më vonë, sepse duke pasur parasysh ju e dini që Mërkuri ka qenë retrograd dhe tani ka ndikimin dhe më të mirë dhe mundësitë në shenjë shqiptare që do të jepet mundësia e komunikimit dhe baza që është për vazhdimsi. Dita e nesërme shuhet për mundësi ose një blerje mund të keni ose disa bisedime shumë të rëndësishme që juve ju ndihmon jashtëmase për punën tuaj ose diçka tjetër. Dita e diel ka indikim shumë të mirë, paraditja nëse keni për të bërë disa bisedime të rëndësishme ose të përgatiteni për javën që vjen, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në marrje vendimesh të rëndësishme dhe koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni superior, momentet janë ata që do të keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe problematika të ndryshme. Momenti do që juve e keni dhe si mundësi dhe si kohë për të stabilizuar çështjet e dashurisë, sidomos lidhjet megafore me ujor dhe me virgjëresht dhe diçit të tretë, është koha juaj dhe momenti më i artë për sa i përket këtyre çështjeve.